Në një situatë të pazakontë, Argita Berisha, e bia ish kryeministrit Sali Berisha, ka paditur në gjykat pamfletin, një media kritike e pushteteve. Kjo lëvizje juridike ndodh ndërsa pjesëtarët e familjes së saj përballen me akuza serioze nga institucionet e drejtësisë në vend. Babai i saj, Sali Berisha, është në masën e sigurisë detyrim paraqitje në prokurorinë e posaçme. I vllai po hetohet në mënyrë të thelluar nga e njëjta prokurori, ndërsa bashkëshorti i saj është në arrest shtëpie me vendim të gjykatës së posaçme. Në këto kushte, pyetja që duhet ngritur me forcë është: çfarë modeli qeverisje mund t'i ofrojë vendit familja Berisha, kur integriteti i saj ligjor dhe moral është në pikpyetje kaq serioze? Kjo kast politike ka plot 34 vite që bashkëpunon ngushtë me njëra tjetrën, duke mbajtur nën presion të vazhdueshëm këdo që guxon t'i kundërshtojë dhe të denoncojë aferat e saj korruptive dhe klienteliste. Nuk duhet të harrojmë se Argita Berisha është denoncuar më parë nga biznesmen të huaj gjatë periudhës kur Jati ishte kryeministër për përdorimin e pushtetit të babait të saj për përfitime personale. Gjithashtu ajo ka qenë bashkëpunëtore në biznes me Damir Fazlić, i njohur për aferat e tij kontroverse në rajon, si edhe e përfshirë në pretendime për grabitje tokash në jug të vendit, edhe në aktivitetet të dyshimta biznesi. Padjandaj një medie kritike, ndërsa familja përballet me akuza të rënda dhe hetime penale, ngre dyshime të mëdha mbi angazhimin real të Sali Berishës ndaj lirisë së shprehjes, transparencës dhe përgjegjshmërisë nëse do të jepej përsëri mundësia për të qeverisur Shqipërinë. Ky rast evidenton një shqetësim të thellë për mënyrën se si familjet me pushtet politik i trajtojnë mediat dhe zërat kritik, sidomos kur këto zëra prekin interesa personale dhe familjare. Një familje që ndodhet nën hijen e drejtësisë për akuza dhe hetime serioze duhet të jetë më e rezervuar dhe më e matur në reagimet e saj publike dhe juridike. Sulmet ndaj mediave dhe përpjekjet për t'i heshtur ato përmes gjyqeve nuk janë vetëm një akt kundër gazetarisë së lirë, por edhe një tregues i mentalitetit autoritar që nuk mund dhe nuk duhet ketë vend në një demokraci funksionale. Zgjedhjet e 11 majit janë afër dhe Shqipëria ndodhet përballë një vendimi të rëndësishëm. A duhet të mbështesë një familje dhe një figurë politike që janë në konflikt të hapur me ligjin dhe institucionet e reja të drejtësisë, apo është koha që qytetarët të kërkojnë një model qeverisje të bazuar mbi integritetin moral, përgjegjësinë ligjore dhe respektimin e plotë të lirisë së medias dhe të drejtave të qytetarëve, në një kohë kur vendi kërkon të ecë përpara drejt një të ardhme europiane? Familja Berisha dhe mënyra se si ajo i përgjigjet akuzave, hetimeve dhe kritikave mediatike janë një pasqyrë e qartë e rrezikut që paraqet rikthimi i saj në pushtet. Shqipëria meriton një leadership të pastër, transparent dhe që respekton sundimin e ligjit, jo një leadership që përdor gjyqet si mjet për të heshtur të vërtetën dhe për të mbrojtur interesat e veta personale.